Çka konsideroni ju cënim të privatësisë së individit nëse ndodh një publikim prapë? Çdo përdorim i të dhanave, qofshin ato vizuale, qofshin ato me shkrim, do me thonë që në mënyrë të drejtë për drejtë apo të thërtë, e çon deri te një, si me thënë, shkelje e integritetit të personit, është faktikisht një shkelje privatësisë e individit. Në rast se një publikim në rrjetet sociale cënon privatësinë, cila është adresa për me bankesën? Ne mund të drejtohen tek agjencia për informime dhe privatësi dhe ne mund t'i adresojmë apo t'i mësojmë se ku dhe çka duhet të bëjnë ata në raport me përdorimin e rrjeteve sociale, domethënë. Çka konsideroni ju cënim të privatësisë së individit nëse ndodh një publikim prapë? Qysh zhvillohet procesi? Cila është përmbajtja, cilën ju e konsideroni që e cënon privatësinë? Çdo përdorim i të dhanave, qofshin ato vizuale, qofshin ato me shkrim, do me thonë që në mënyrë të drejtë për drejtë apo të thërtë, e çon deri te një, si me thënë, shkelje e integritetit të personit, është faktikisht një shkelje privatësisë e individit. Dhe fatkeqësisht shoqënia jonë ende nuk e ka ato qartë për çka edhe na duhet bëjmë thirrje vazhdimisht që çdo plasim që na e bëjmë ose çdo publikim që na e bëjmë në këto platforma i ka edhe pasojat të veta në raport me mundësinë e keqpërdorimit çfarëdo forme. Domethënë nëse flasim për fëmijët që janë edhe dhana të ndihshme, ata përveç bullizimit, ata nesër pas nesër mund të jenë edhe të linquar, siç kemi pas edhe raste, sepse ne kemi trajtuar disa raste që kanë ardhur tek ne, pastaj ne i kemi dërguar edhe te policia e Kosovës kur për shkak të pikërisht këtij publikimit që mund t'i bëhet ose edhe vetë qytetari që e vendos, domethënë ose vetë fëmia që nuk kontrollohet nga prindi që e vendos në internet, kemi pas raste kur jo që është linqu fëmia, jo që ka ardhur deri te një depresion i thellë i fëmis, por është linquar edhe gjithë familja. Në një rast keni obligu një kompani me fshi CV-n e një kandidati për shkak se ai s'ka dhënë leje mu publikua ajo. Pse duhet me pas leje për me është e drejta e secilit person që dhanat e veta, qoftë për dhanat personale që ndërlidhen me datën e lindjes, vendin e lindjes, se mos të flas pastaj për numrin personal apo numrin e telefonit, por edhe për punën që ai bën ose ka bërë ose përvojat, shkollimin që ka bërë, jo domosdoshmë do me pas publike. Kështu që me që ka qenë kompani, ne normalisht e kemi obliguar, s'ka qenë institucion publik, sepse nëse do t'jetë fitus dhe do të bëhet një zyrtar publik në raport me interesin e publikut, pastaj ne zakonisht edhe, jo zakonisht, gjithherë ofrojmë qasje të tilla dhe i lejojmë. Sado që edhe zyrtarët mund të thonë se nuk dua ta publikoj, por kur kemi të bëjmë me një institucion privat dhe një person privat i cili nuk ka dashur që ta publikoj CV-n e vet, normalisht që ne obligojmë që ta largoj. Ka disa vendime ku kompani, ku përpunues të dhanave janë obliguar me fshi numrat e telefonit të qytetarëve që i kanë pas në platformat e veta. Pse është numri i telefonit të dhanë private? Është numri i telefonit hyn në një prej të dhënave direkte private, në fakt, qytetarëve varësisht prej pozitës që e mban dhe interesit të publikut që ka. Por gjithsesi, nëse dëshmohet, sipas procedurave ne shkojmë edhe operator telefonik, domethënë kontaktojmë, ta shohim se është i regjistruar numri si numër privat apo si numër biznesi apo si numër publik në institucione publike dhe nëse gjejmë se është privat, ne menjëherë reagojmë me kërkesë të palës gjithherë në bazën e ankesës që na drejton pala dhe i detyrojmë kushdo që i publikon ato që t'i largojë. Është e drejtë e qytetarit që numrin e vet të telefonit ta ketë veç për vete dhe për njerëzit të cilët ai dëshiron ta ndajë atë, jo ta ndajë me gjithë publikun. Pra, dhe nëse publikojmë numrin e dikujt, mund me bosh shkelje dhe absolutisht, publikimi i numrit të dikujt që nuk është numër zyrtar, qoftë edhe i zyrtarëve shtetëror, po është numër privat, nuk lejohet të publikohet. Dhe kjo mbrohet, ne kemi pas disa raste, domethënë kemi dikun 7 mediume, në fakt që kemi kërkuar të largojnë numrin e telefonit në një zyrtar i publik. Është fjala për shkak se kemi gjetur që numri i telefonit ka qenë privat, jo numër zyrtar i tij. Kompania në këtyre vendimeve, njëri prej gazetarëve është obliguar me fshi screenshotin e një numri të WhatsApp-it. Pse duhet me fshi tash ato? Po, sigurisht ne në hapin e parë që ndërmarrim ose vendimin e parë që ndërmarrim është i kërkojmë kontrolluesit në këtë rast që njihet sipas ligjit, personit që e publikon, që ta fshin një herë numrin.
do me thonë ta largoj përmbajtjen që e ka numrin. Mirë po, nëse përsëritet e njëjta, ne normalisht detyrohemi ta nxjerrim vendimin e gjobës.